Rama afirmosi fundin e këtij bashkëpunimi. Ne këtë drejtë. Nuk ishte vendim i lehtë. Por ne duke menduar se interesi i qytetarëve është të kenë një avokat që mbron të drejtat e tyre në këtë shtet ku dhunohen nga mëngjes darkë të drejtat. Duke besuar se ne dim shumë mirë që nuk është ligji që ka fajet, por prapë përmirësimet janë të domosdoshme. Në ligjin e zgjedhje apo reformën, por me aktin që kreu Edi Rama, zgjedhjen e Shabanit, avokat populli, pasi opozita kishte tërhequr firmat ndaj tij, pra pa firma, ai tregoi se çdo formë bashkëpunimi me të është thjesht fiktive, thjesht fasad, dhe kryesia e Partisë Demokratike mori dje vendimin të ndërpres çdo lloj bashkëpunimi me mazhorancën e krimit apo pseudo mazhorancën.